Aleanca Kombëtare për Integrim në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 11 janarit ka zhvilluar një aktivitet në sheshin e qytetit të Gostivarit, ku ka shpërndar materiale zgjedhore dhe pije të ngrohta për qytetarët. Aktiviteti u udhëheq nga forumet rinore të partive që përbëjnë AKI-n, ndërsa të pranishëm ishin edhe kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit Valbon Limani, si dhe kryesuesi i Këshillit të komunës Valdet Xhaferi. Ky i fundit theksoi se gjatë këtij aktiviteti kanë pasur mundësi të takohen dhe bisedojnë me shumë qytetarë, nga të cilët kanë marrë premtim për mbështetje në zgjedhjet e 11 janarit. Për zgjedhjet e 11 janarit shpërndajmë edhe materiale tjera promovuese me numrin 3, duke bashkëbiseduar edhe me qytetarët e Gostivarit për të prezantuar konceptin tonë se si do duhet duket Gostivari për 4 vitet e ardhshme. Me që jemi në festat e fundvitit, shfrytëzoj rastin të gjithë marrëgjimtarëve të cilët janë këto ditë në vendingje, ditë të rehatshme në këto ditë festash, gëzimesh familjare, të uroj të gjithë gostivarazve festat e fundvitit, vitin e ri dhe me mbarësi të mbarë ta fillojmë vitin e ardhshëm që me 11 janar të festojmë fitoren tonë të kandidatit Valbon Limani, duke i ftuar që të rrethojnë numrin 3. Sipas Xhaferit, edhe në takime të tjera të zhvilluara në kuadër të fushatës zgjedhore, mesazhi i qytetarëve ka qenë i njëjtë, duke shprehur pritshmëri për siç u shpreh ai një fitore të madhe më 11 janar. Këto ditë me fillimin e fushatës, me fillimin e kampanjës, kemi vizituar edhe shumë vendbanime dhe fshatra të Gostivarit dhe ka një reflektim jashtëzakonisht pozitiv. Pritjet e njerëzve në raport me gjithat që ne prezantojmë janë jashtëzakonisht pozitive dhe jemi të bindur, besojmë se ky trend i pozitivitetit, reflektimit pozitiv, akceptimit të mirë nga ana e çdo qytetari në çdo pjesë të qytetit do të rrumbullaksohet me sukses me datë 11 janar. Besojmë edhe ditët në vijim gjatë fushatës cilën e kemi përpara, ne do të vazhdojmë komunikimin intenziv me çdo qytetar duke vizituar kështu çdo pjesë të Gostivarit për të prezantuar idetë tona se si do duhet ta ndërtojmë bashkërisht me qytetarët Gostivarin për 4 vitet e ardhshme. Fushata Aleancës Kombëtare për Integrim vazhdon sonte në fshatin Çegran, ku kandidati për kryetar komune Valbon Limani së bashku me përfaqësues të koalicionit do të shpalosin vizionin e tyre për 4 vitet e ardhshme për Gostivarin dhe rrethinën.